Po mirë, a folët më seriozisht për këtë temë? E pyete se cili është vërtet qëndrimi i saj në një marrëdhënie në çift? Po, patjetër që po, normalisht që bëhen këto Që biseda. ishte? Në lidhje me mua po thua apo në përgjithësi? Në lidhje me atë që Mel beson, me parimet e saj për... Ka të drejtë deri ku normalisht që është një mashkull duhet të jetë provider, nuk bëhet fjalë. Pra po flasim që Edhe shifrat unë, ishin të fryra, ishin të... Normalisht, ishin egzageruar, normalisht. Po, normalisht. Po deri diku normalisht që ka të drejtë. Por të dy keni rënë në paqe për të paturit një marrëdhënie tradicionale kur është burri ai që siguron të ardhurat kryesore në shtëpi. Jam dakord me këtë pjesë, po, jam shumë dakord. Jam dakord. Deri diku, po patjetër që burri duhet shtylla e shtëpisë. Po, duhet të jetë shtylla e shtëpisë. Kjo është ideja. Nuk kam çashtoj më shumë për këtë pjesë. Arion, çfarë a mendon se vërtet i kanë lënë pas ato argumentat edhe konfliktet që patën javën e shkuar në program? Me sa po shoh dhe me sa mund ta gjejnë paqen të dy, ishte vërtet një provokim nga ana e Mel që nuk do ndikojnë ardhmërinë të dyve? Unë kam qasjen dhe prirjen kundrejt Mel t'i besoj fjalëve të saj, se mendoj se është një nga vajzat po bashkë edhe me partnerin e saj, të cilët ndërtojnë biseda shumë të sinqerta, të paktën kështu duken, të pjekura, të matura, kështu që kam prirjen t'i besoj fjalëve që ajo thot në lidhje me provokimin dhe ishte kundrejt tij. Më pas, qëndrimin që ajo ka në lidhje me çfarë kërkon nga një djalë, ajo i ka mshuar, masë shifra ishte egzageruar, po ajo do një djalë që t'jetë shtylla e shtëpisë, punëtor i fortë, të sjell paratë dhe ajo si një anëvise mirë potenciale ti menaxhoj ato para. S'jam askush për ta gjykuar këtë pjesë. Unë jam në qasjen time totalisht kundra, në sensin që do preferoja që në një familje, sidomos të sotme, të ishin të dy shtylla shtëpie, sepse me një shtyllë të vetme shtëpia bie kollaj, pra mund të bie në varfëri apo dhe çifti mund të shkojë kundrejt një regresi. Pra kur janë të dy që integrojnë të ardhura në shtëpi, mendoj se është më mirë.